nuk e ka marrë këtë leje, çka që ka shtyrë, po themi ato kongresmenët dhe kongresmenja Cortez dhe senatori Sanders të marrin iniciativën duke kërkuar edhe impeachment ndaj presidentit. Por sa do të realizohet, kjo është shumë e vështirë, për shkak se Kongresi ka një shumicë të konsoliduar republikane, gjithashtu dhe Senati është një e njëjta gjë. Pavarësisht qëndrimeve para sulmit, po themi të gjithë që ishin që mos të ndërhyjë ose të ndërhyjët selektivisht një pjesë e caktuar e atyre të cilët mbështesin idenë e presidentit Trump. Pjesa e magës apo edhe personazhe të cilët janë ndihet që kanë ndihmuar presidentin Trump për të ardhur në pushtet, si Steve Bannon apo Tucker Carlson, këta kanë qenë kategorik në fakt në pjesën e magës, duke kundërshtuar ndërhyrjen, duke quajtur një rrezik, ndërsa Tucker Carlson ka njoftuar ose ka shprehur deklaratë që kjo po shkel premtimin vetë presidentit Trump që Amerika është e parë, pra duke ndërhyrë në një shtet tjetër për llogaritë një shteti tjetër. Pra edhe brenda republikanëve kanë qenë të ndarë, por në thelb që është e vërteta, opinioni publik ose opinioni i mbarë amerikan është patjetër në mbështetje gjithmonë të Izraelit, pavarësisht ndërhyrja apo jo. Ajo çfarë këta kanë pra në mbështetje të Izraelit dhe asaj çfarë Izraeli ka të drejtë të bëjë për të mbrojtur shtetësinë edhe vetëm, po themi integritetin e tij, apo edhe në mbështetje të një plani ofensiv të mundshëm amerikan. Di që Amerika ka traditë sondimet edhe matit, prandaj dohet ju pyesja, çfarë beson janë realizuar të tilla populli amerikan? Janë pro-Izraelit si qënësi, pra si mbrojtje, apo janë pro një ofensive ushtarake e cila është ndihmuar edhe nga artilleria amerikane? Shiko, kanë dalë tashmë dy sondazhe. Një sondazh nga mediat republikane, të cilat i kanë intervistuar personat që janë pranë magës ose militantët partijak të mbështetësit kryesor të zotit Trump. Sipas mediave republikane thonë që mbështetja nga maga është 70 deri 80% për sulmit të cilët e kanë ndërmarrë presidenti Trump. Ndërkohë nga ana tjetër mediat e majta, të cilët pretendojnë që kanë bërë të njëjtin sondazh ndaj personazheve të cilët ose militantëve të magës, thonë që është një qëndrim i tyre për 70% kundra ndërhyrjes amerikane në këtë sulm. Por pra, ndërsa mediat e majta, si thua CNN apo të tjerat, janë munduar të mbajnë një balans për të thënë që për të rikujtuar ngjarjen e 2003 të sulmit në Irak, duke thënë që atëherë ndërhyrja ishte dhe rezultoi që ishte një mashtrim lidhje me armë bërtamore. Dhe gjithmonë bëjnë paralelizëm, mos ndoshta po kthehemi me të njëjtën situatë si në ato, ose është ngrish shqetësimi që nëse Turqia, po themi që është nga fuqishme në rajon, mund ngre pretendime edhe ajo për të pas një armë bërthamore, për shkak se mund të shprehet që nuk ka besim tek autoritetet e Izraelit, për shkak se Izraeli tashmë bëri një sulm kundër Iranit ose kundër suverenitetit e një vendi tjetër, vetëm për faktin që mos të përpunohet uraniumi. Në qoftë se është ngrit në media ose në komentatorë të ndryshëm qëllimi që në qoftë se Turqia apo Arabia Saudite pretendon të ngrejë një pasurinë të uraniumit për shkak mosbesimit që ka ndaj Izraelit, çfarë do të bëhet? Pra janë të gjitha diskutimet të cilat po vazhdojnë dhe mbahen edhe komentojnë në media caktuar. Por ajo është e vërteta që amerikanët në përgjithësi janë në mbrojtje dhe mbështetje të Izraelit gjithmonë për qëndësimin dhe po themi sigurinë e tyre në rajon, duke mos i rrezikuar qoftë për duke i mbrojtur apo duke i mbështetur. Por kjo ndërhyrja ushtarake ndaj një shteti tjetër, por llogarinë në një mënyrë të shtetit të Izraelit ka hap diskutim të madh, qoftë edhe nga brenda republikanëve, demokratëve që janë të ndarë dhe të politizuar siç janë tashmë edhe shoqëri. Por gjithçka thash në komentet e ndryshme që mbahen diskutohet se cila është e drejta ajo çfarë bën apo nuk është e drejtë. Duke qenë që kanë edhe deklarata kontradikte me njëra tjetrën, kjo ka ngritur edhe dyshimin e mosbesimit për shkak se mos harrojmë në 26 mars ishte vetë drejtoresha e sigurisë kombëtare, e cila tha që Irani nuk po pasuron uranium që nga viti 2003, e ka pezulluar. Dhe doli vetë presidenti Trump vetëm pak ditë më parë ose 2 ditë para sulmit tha që e ka gabim, nuk duhet besuar, pra nuk i besonte shërbimeve të tij sekrete. Pak shërbimet e tij sekrete folën shumë para se sulmet të kishin nisur ose se rreziku ishte potencialisht aty në terren. Por më pas ato u riproklamuan nga presidenti Trump, i cili tregoi një lloj nuance mungese besimi që ishte një habi në vete. Prandaj asoj kohë pyetëm nëse kishte një mirë koordinim me Izraelin për këtë sulm para se gjithçka të ndodhte.
pra një plan i mirëmenduar. Zoti Vezaj, ajo çfarë unë do t'ju pyes është një element më soft i këtij momenti ofensive dhe është pikërisht për ngatresën që u bë lajmi orëve të fundit, sidomos të Ballkanit, për më tepër në Tiranë. E kam fjalën për ngatresën që bëri sekretari i mbrojtjes amerikane kur ngatroi Teheranin me Tiranën. A mos ndoshta kishte ndonjë objektiv Tirana në mendje, ndonjë plan i cili e ngatroi me Teheranin, se duken objektiva vështërsisht të ngatrueshme me njëri tjetrin, sidomos në një moment lufte, sidomos në një moment sulmi. Pse Tiranë në vend të Teheranit? Në fakt, mediat këtu nuk i kanë dhënë shumë rëndësi, përveç mediave në Shqipëri që është dhënë një rëndësi e veçantë kjo pjesë, por këtu mediat nuk i kanë dhënë, kanë cilësuar më shumë si një lapsus i cili mund të kaloj për çështjet ndoshta ngarkesave, emocioneve, të gjitha bashkë deklaratës së tij në lidhje me ku po tregonin gjithë sulmet se si kanë ndodhur. Mediat këtu nuk i kanë dhënë shumë hapësirë ose vëmendje këtij fakti, por mos harrojmë që kemi kontradikta të ndryshme, qoftë edhe të deklaratave të bërë nga sekretari i mbrojtjes, ndoshta edhe për faktin që nuk dihet sa mund të jetë, sepse që në kohën e emërimit të tij është diskutuar që ky është një njerëz pa eksperiencë, nuk e njeh të fush, pavarësisht që ka qenë ushtarak, dhe ka pas probleme në lidhje me emërimin e tij, ka pas gjithmonë diskutime. Duke qenë që mungesa ndoshta edhe eksperiencës ka bërë një gjë të tillë. Mos harrojmë që Ted Cruz, senatori i njohur dhe me ndikim të madh në Kongresin apo në Senatin Amerikan, nuk kishte idenë se sa është numri i fuqisë në Iran, pavarësisht që kërkonte të sulmojë ushtarakisht, apo nuk kishte idenë se çfarë etnie jetojnë në Iran. Pra ndodh që ngjarje të tilla kanë pas po themi efektin e mungesës informacionit, por nuk e di, nuk ka ndonjë dhënë që Shqipëria apo Tirana ka qenë ndonjë objekt, qoftë ndonjë sulmi siç abuzohet, ndoshta është fjalë e madhe, po është diskutuar në Shqipëri ngjasmet të sulmit ndaj në Mancë apo diçka tjetër me raketa. Gjithmonë sulmet kibernetike kanë qenë dhe tashmë dihen nga autoritetet amerikane. Por në një sulm tjetër nuk besoj që ka pas ndonjëherë në plan thjesht përveç konspiracionistëve të cilët mendojnë që ngrenë teoritë, por mediat këtu e ngrenë shqetësimin për bazën ushtarake të amerikane që janë në vende të ndryshme, qoftë edhe në Kosovë, kanë ngritur si shqetësim edhe faktin që janë të ekspozuar ushtarakët të cilët ndodhen në Kosovë ndaj ndonjë sulmi të mbyllshëm nga Irani, por është gjasa minimale për shkak se në zonën e Xhirit janë rreth 40-50.000 ushtarak amerikan dhe gjithmonë synimi i Iranit ka qenë se mendohet që i mund të jetë sulmi ndaj këtyre bazave ushtarake të cilët ndodhen në zonën e tyre në Xhirin. Dhe vendi si Kosova apo vende të ndryshme të Evropës është shumë e largë dhe është në po themi në një pamundësi për të ndodhur një gjë e tillë.